Çka vendos pse pikërisht Vështrën? E dim që je edhe nga Vështërëria, po pse pikërisht Vështrën kur ke fituar kup me ekipin e Prishtinës si trajner, ke fituar, ke pasur, madje ke qenë trajneri i cili për herë të parë skuadrën e Dukazhinit dhe dërgove në Evropë, madje nga ai që brenda një kohë shumë të shkurtër e ktheve në Super League edhe dërgove në Evropë. Po, jo më këtë thojnë më nguri i ramë për shumë vend vetë. Nuk diskutohet është desh në ashtë një kohë e gjatë me u rikëty unë aty. Këtë vit jenë përputh gjitha kushte që më rikëty, duke pas parasysh që me sponsorin general kemi një njohje shumë të vjetër, në kemi qenë në shkollë fillore bashkë, kemi shumë shok të vjetër bashkë. Edhe kam mjaftu një telefonat dhe më thonë e zotëri Shajipit që me mbinë mu me u këthy aty, bashkë me stafin tim normal, sepse e ka po të arsyshme që ka orë kohë dhe mund që edhe Vështrin me rikëthy mbinarë, sepse Vështria, po themi kushtimisht të vitit e fundit, nuk ka pas e curit mirë, ka pas shumë të lashe, shumë probleme, besa dhe mund edhe nga ligja parë është largu, edhe është gjynaf, është më ka dhe mund Vështrin me po në të ujnë duke në tu. Edhe ka vendos me marrë ekipin, normalisht si trajner dhe mund nuk kom hezitu, sepse e di dhe mund mundësinë e qytetit, kapacitetin e qytetit, sepse qyteti Vështrisë jeton me sportin, sidomos jeton me futbollin, e ka një tifozëri shumë të flak, ku desha me i përshëndet për zemërsisht, tifozërin forca që janë gjithmonë litori joni 12. Edhe kemi marrë dhe me thonë mirë, po nuk kemi ditë bashkë gjendjen reale si ka qenë e klubit. Kur jemi fut më anë kemi po dhe mund që klubi është relativisht në një krizë në gjitha aspektet, duke fillu nga ana dhe me thonë dokumentacionit, duke fillu nga ana sportive, duke fillu nga pajisje sportive, gjithë shka dhe me thonë që me hapë dhe me thonë një kapitull 3, ne kur jemi fut në mrena stadion kemi gjithë vetëm 2 topa. Imagjino dhe një klub futbolli me pas me 2 topa. Edhe për neve ka qenë gjithë shka nga fillimi. Tash imagjino dhe për një kohë shumë të shkurt me arrit dhe me rikëty një klub në binar është relativisht shumë. Që ma leti shko me themelu një klub 3 krejtësisht. Nuk diskutohet, mirë po ne dhe ne kemi marrë përsi për unë bashkë me stafin tim, duke fillu nga profesori Artan Luzi, pastaj ndihmës të mi dhe edhe Agona Ramadani, Renard Gjemaj që kemi trajner portierë, gjithë bashkë kemi bashku forcat. Edhe kemi punu dhe shumë fuqishëm për ndërtimin e ekipit, por thash, jo vetëm për ndërtimin e ekipit, për krahas ndërtimit jemi fokusu pak edhe tek infrastruktura, duke fillu nga stadiumi që kemi bërë disa ndryshime mrena për mrena, që tifozët jonë apo tifozët që vinë me po ndeshjen të kenë një komoditet pak më të mirë. Edhe jemi mundu dhe me thonë krahas ose edhe pak për shkollën, mirë po them nuk jam i kënaqur dhe më thonë sa i përket shkollës futbollit, sepse nuk kemi mujtë me dhënë maksimumi se e përket këtij aspekti, duke pas parasysh që kemi disa vështirësi domethënë me disa parcela domethënë që nuk janë ende domethënë pjesë e klubit, mirë po shpresojmë që të ardhmen të rregullohet dokumentacioni dhe t'ju rregullojmë edhe aty në kushte sa më të mira, sepse Vështria është një vatër e talentëve futbollit dhe është mëkat domethënë që Vështria është këto pozita që shohim sot.